Zoti Merkoçi, duke mbetur te Edi Rama, ai deklaroi midis të tjerash, po ta përmendim këtu literalisht se do të takoj këtë doje bardha zemër teksa u pyet për lidhjet e tij me oligarkët, lidhjet e zëvendës kryeministres Balloku me oligarkët. Në këtë rast, si mendoni, apo mundohet Edi Rama të kapet pas oligarkëve dhe botës së errët të krimit për të mbjetuar në pushtet apo për të vijuar aq sa mund të rezistoj, dhe a do ketë të njëjtin fat si rasti i Gruevskit, teksa shumë analistë kanë hedhur në diskutim një test të tillë që ai mund të përfundojë si Gruevski? Para që nuk ka krahasim Rama me Gruevskin. Kush bën krahasim Rama me Gruevskin gabon. Tani do gabim total. Gruevski është akuzuar për një makinë e cila ishte e shtetit, nuk ishte asgjë tjetër. Por e para gjë. E dyta, Rama nuk ka, se në Shqipëri ka oligark. Në Shqipëri janë oligark partish. Pra, oligarkat Rama i ka vendosur vetë, i ka emëruar vetë. I ka futur vetë bashkëpunëtor. Ju ka dhënë vetë për koncesionere, korporate, ka dhënë gjitha vetë. Nuk është se Ramën oligarkët për e mbajnë. Rama mban oligarkët, i cakton, i heq, i bën, apo botën e krimit. Por Rama është tek bota krimit. Dhe ky, unë jo pa qëllim kam thënë që Rama ka ndërtuar mafia në shtet. Sepse ky është kryetari i mafjes. Ky është kryetari i mafjes në Shqipëri. Dhe ai njeri i cili bën të gjitha veprimet, i bën dhe i komandon ai. Të gjithë fijet do shiftin dhe tekst kjo Sky e kërqa. Do shiftin që të gjithë bisedat, të gjitha lidhen me Rama. Të gjitha lidhen me Rama. Ministrat, të gjitha lidhen me Rama. Nuk ka njeri tjetër, liqeni nga mendja, nuk ka njeri tjetër përveç Ramës. Rama, një të vërtet, thonë që ka ble dhe opozitën, po, të vërtet. I ka dhe njerëz e vetë aty. Të gjithë Sorosi që është në PD, normal që është në funksion të Rama. Të letë ndërtimit e këto që marrin, këta që pasurohen të qenë në opozitë, normal që janë me Rama. Pavarësisht se dalin në shajnë, bëjnë. Dhe Rama nuk ka nevojë për këta. Ti mbajnë. Rama është vetë. Rama cakton vetë. Rama të gjithë betejën, po ta them edhe të gjithë betejën e ka me Amerikën. Nuk e ka me një. Pse? Sepse Rama është i lidhur, ajo që u kam thënë me kohë, dhe që shqyqyr zoti doli ashtu siç ishte, që Rama është i lidhur me agjenturën kineze. Se për rusët dihet po këtu. Tu janë gjithë të rusëve, po edhe me agjenturën kineze. Jo pa qëllim u bë aeroporti i Vlorës. Dhe ato që kam deklaruar, prapja u the. Porti i Durrësit do t'ju haj kokën zgjyre. Të gjithë politikanë. Nga i madhi deri te i vogël. Sepse të gjithë janë përfshirë. Te ai port janë përfshirë gjithë. Në një mënyrë apo në një tjetër. Sepse kanë prek sigurinë kombëtare. Sepse opozita, ju nuk e keni dëgjuar në një opozitën që të thotë si vendoset kryetari e Shqiput, një person nga Kosova për lidhje me UDB dhe e vendos kryetari Shqiput, keni gjuhën e herë që të flitet në parlament. Jo, heshti. Po si nuk flitet për portin e Durrësit, për lëshohet nga i llafe kështu në erë, kur i mbushet mendja. Se kishe në 2 vjetë e gjysmë që e deklaroi portin e Durrësit. Kalatat, droga, kokaina që vjen nga Kolumbia. Edhe sot asnjëri si ka përmendur. Kokaina që vjen nga Kolumbia, vjen direktu, vjen me çfarë? Me kromin. I na katos me krom. Dhe vjen anija nga Kolumbia në port Durrësit pa na lume as i vet. Dhe si e krom. Ifni, pranete nuk është punë në oligarkësh që oligarkët komandojnë Ramën. Apo oligarkët e kanë vënë Ramën kryeministër. Jo. Është Rama që i ka kriju oligarkët. Rama është ai që mban edhe bandat, edhe krimin e komandon. Dhe çfarë të ndodhi Rama, pa dijenin e tij nuk bën pranet.
Ju kam thënë, ky ka ndërtu mafia në shtet. Dhe shifini, pse opozita nuk pranon ti thot Ramës mafia shtet? Po thot ka ndërtuar narkoshtetin, kanë gjetë emër Ramaduro, që lidhje ka Rama me Maduro, nuk e di vetëm Rama tani. Nuk kanë gjasmëri fare me Maduro. Maduro Zotim, po. E drogës është prodhues. Ky nuk është prodhues droge. Kokaine, heroine. Ky është menaxhues, repertitor, Marx. Ka dallim të madh. Po pse? S'duan ta thonë? Ai hapin ata përgjigje. Zoti Merkoçi, si e komentoni rastin e Ergys Agasit, i cili në një farë mënyrë ka tronditur politikën teksa kishte filmuar drejtor, ministra dhe deputet që shkonin në zyrën e tij në blok dhe që u evidentua pas aksionit të Spakut dhe dosjes të paktën në një nga folderat mësohet që ka hapur Spaku deri tani? Filmimet. Përse i përket Ergysit, atë është personi i cili ka vendosur vetë Rama. Ka hapur vetë rrugën, i ka dhënë të gjithë autoritetin që mund t'i japi një kryeministër, një person i cili ka vepruar patjetër në komandën dhe mbikëqyrjen e Ramës. Për sa i përket filmimeve, do të ashtë këtu qaloj që gjëja. Qalon për një arsye të thjeshtë, sepse merret një filmim periudhë kohe nga një datë e datë, ose është filmim dhe ka vendosur filmoj vetëm dhe ta kishte në gjithë periudhën e kohës. Mund të jetë i vendosur nga dikush tjetër dhe tashmë përdoret sepse duket pak nonsense, do të thënë një njeri me kaq fuqi të bëj filmime. Megjithatë, nosha dhe mund ta ketë bërë, janë prokuroria e cila e merr dhe e heton si çështje, por është pak nonsense, do të thënë kjo. Vetë filmimi është pak nonsense. Është nonsense sepse një person tash që ka një forcë kaq të madhe, nuk ka nevojë ta filmoj vetëm, për çfarë do e filmoj? Për çfarë do e filmoj kur ai jep urdhë? Po ai ka kompetencën, ka firmën e kryeministrit. Ai duhet. Për çfarë duhet? Duhet të dish edhe për çfarë duhet. Dy filmime që pash, ja rritën që pash ishin vetëm nga një këmbë. Në të kohë që se bëm filmime duhet të jenë gjithë kamera që ke ti duhet filmoj. Jo vetëm në një kënd. Pra, mund të jetë vetë Rama që mund të ketë vu kamera përgjuese për të parë veprimet e tij. Dhe ai s'ka ditë gjë fare. Mund ndodhi edhe kjo. Pra, janë pista të shumta. Nuk dilet gjithmonë në një konkluzion. Nuk dilet në një konkluzion sepse në hetime gjithmonë dalin gjëra të tjera. Nuk është gjithmonë ajo që ti je shef në hetim. Gjën që ti je shef nuk është ashtu siç e shef. Gjatë hetimit dalin shumë probleme të tjera. Kështu që nuk e di sepse tek e fundit edhe nuk ka qenë pjesë e LSI-s një herë, pastaj ka shku KPS, nuk është se ka qenë pjesë e tyre, është tjetër lidhje se si janë, si bëhen. Mos harrojmë se janë ndruar janë 3 aty në Rama ka ndruar janë 3 të tillë, domethënë, nuk është se është i pari ky, se kanë qenë edhe të tjerë, ka qenë bajgjurtar, ka qenë ai tjetër që ka qenë. Por ajo që të bën përshtypje janë po që janë gjithë menduesi, po kjo është vërtet. Ndërkohë në media ka deklarata dhe spekulime të tilla se Ergys Agasi mund të jetë dhe argjent turk dhe këto filmime ka kryer për t'i pasur në shërbim ose për t'u vendosur në dispozicion shërbimeve të huaja. A ka gjasa që të kenë ndodhur një gjë e tillë? Jo, nuk besoj se shkojmë deri atje sa ka ngelur që do t'i çote ky shërbimet në gjithë në kohë që është vetë Rama që shet informacion. Dhe kur them që Rama ka prek siguri kombëtare,
sepse nuk ishte pse Doresha Aksi do shkote ke ky, pastaj do t'illte, ky do t'ja çote Ramës, ose do t'ishi. Në të njëjtën kohë që ajo i jep llogari, jep vetë kryeministit e para. Dhe e dyta, kryeministi, presidenti dhe kryetari i Shqipërisë janë persona që marrin kanë informacion të klasifikuar, në tavolinë informacione të klasifikuar. Problemi është sepse ai ka ndërtuar një aksh i cili ka në dorë të gjithë fatet e shqiptarëve, ka në dorë të gjithë pronat, ka në dorë gjithë informacionin, ka në dorë çdo gjë të shqiptarëve, dhe ajo që të bën përshtypje është se kur u bën pasaportat, në kohë kam pas disa artikuj për sa i përket mos dhënies së një kompanie të huaj të drejtën e dhënies së informacionit të shtetit, dhe doli që ja dha natyre. Pastaj sa ju atë seksioni ditë çam kujton ky lloj filmimi apo këto lloj deklarata që bëjnë, më kujtojnë atë pjesën e bllokimit që thanë na sulmun iranian, na sulmun sulm kibernetik iranianëve, në të njëjtën kohë që atë i bënin vetë. Në të njëjtën kohë që i bënin nuk ishte fare iranian. Pse? Sepse kishte një problem. Çuditërisht në momentet që u sulmonin dhe bllokoheshin, ju e kujtohet mjaft mirë që bllokoheshin rinat apo pikat kufitare, në atë moment janë futur dhe kanë dalë persona të cilët nuk duhet identifikoheshin. Dhe një nga këta persona është një nga mafiozët në Itali, si është Dorzoon. Italia ka deklaruar vetë prokurori i Pulës. Është kallë i pa identifikuar që është futur këtu. Dhe ka dalë po i pa identifikuar që ka dalë. Se me kë është shoqëruar të nuk e di asnjë. Po përveç kryeministit nuk ka me qenë shoqëror tjetër. Ashtu si çdo ai sinaloz. Gjeni pa kur ka vjen kur ka dalë.